Lezhë i ka dhënë lam të mirë në fundit koreografit të njohur Gazmen Golemi, i cili u nda nga jeta në moshën 62 vjeçare pas një sëmundje të rëndë, homazh të mbajtjen e ambientit e patë kulturës, institucion ku i krijoi dhe realizoi veprimtarinë e tij artistike për më shumë se 45 vite, duke lënë pas një trashëgimi të pasur me vlerë të jashtëzakonshme koreografike. Gazmen Golemi ishte autor i 10 vallëve identifikuese dhe krimeve që përfaqësuan Lezhën dhe Shqipërinë në festivale të shumta folklorike brenda dhe jashtë vendit, ku vlerësua dhe me çmime. Kena humbur një shok, kena humbur një mik. Unë ka 30 vite që nife me profesor Gazin. Sinqerisht është një dhimbje për gjithë artistët lezhjanë, sigurisht edhe për gjithë opinionin lezhjan, e gjithë artistët kudo që ndodhin. Për 45 vjet rrugtim kulturor me koreografin Gazmen Golemi, unë njohem rastësisht, u bëm vëllezër dhe deri në frymën e fundit mbetëm vëllezër. Një njeri që nuk ka prituar kurrë, nuk është lodhur kurrë, po ne ka pas po, johen jo. Për koreografin, lut Zotin, mund t'jetë nis ajo apaj, po se kur më rrinë dhe një Gazmen Golem tjetër në Lezhë, nuk e di. Koreograf të madh, si Gazmen Golemi, pa diskutim që mundesh me përfaqësu vendin tënd me shumë dinitet në çdo arenë konkurruese brenda vendit dhe jashtë vendit. Arritëm që me artistët lezhjanë të bëjmë një ansambël amator dhe të konkurrojmë përballë shteteve, ambasadave shtetërore, Serbia, Greqia, që i kemi komshi, po edhe 18 festivale tjera të shtetet mëdha të botës, dhe të fitonim vendin e 2, 3, 4 në kompeticionet tona. Gazi ka qenë një artist me plot kuptimin e fjalës, artist. Krijues i papërsëritshëm i vlerave të Lezhës. Gazi ka qenë hulumtuesi të të trashëgimisë folklorike. Një dhimbje e madhe jo vetëm për ne që kishim koleg, po për gjithë qytetin, sepse ishte një nga artistët më të spikatur dhe më me kontribute në histori. Ai ngjelet një simbol i punës, i përkushtimit dhe i rezultateve shumë të larta që ka arrit me koreografitë e tij, që tashmë kanë lënë shenjë të pashlyeshme, dhe ai në një farë mënyre ka ikur fizikisht, por ai është kudo në ambient me artin e vet, i cili nuk ka për të vdekur kurrë. Vim nga grupi polifonik i Mallakastrës, ne jemi këngëtarët e grupit. Vlerat e njeriut nuk maten nga jetëgjatësia e moshës, por nga gjurmën me të cilën lë. Dhe gjurmët e miku tonë të shtrenjtë, Gazmen Golemi, janë të thella. Pasi ai e tregoi me vlerat e tij të jashtëzakonshme artistike që krijoi për asamblin e tij që drejtonte në Bashkinë Lezhë. Gazmen Golemi ka lënë pas një pasuri të madhe artistike, duke mbetur një vlerë e çmuar për Lezhën dhe artin shqiptar.